Mirë se vini në emisionin Pas dite me ju, këtu në televizionin Argj, çdo ditë në orën 14 jemi live. Dhe sot do të flasim për një temë e cila besoj se është në fakt tek secila shtëpi, tek secili rreth bën pjesë. Dhe pikërisht do të flasim për konceptin e martesës, duke kaluar pastaj dhe tek divorci si ndonjë shkak, në fakt shkaqe të cilat vijnë deri tek divorci. Dhe në përgjithësi, domethënë për këtë temë e cila besoj se prek secilin person, do diskutoj sot me një profesor universitar, konkretisht profesorin i cili është pjesë e Universitetit të Tetovës, profesorin Afet Mamuti, i cili ligjeron të drejtën familjare. Mirë se erdhët. Mirë se vjetëm. Është një kënaqësi të jeni këtu. Faleminderit. Po ashtu edhe për mua është kënaqësi të jem pjesë e këtij emisioni të juaj dhe njëkohësisht shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë shiqësuesit e televizionit Art, të cilët na ndjekin. Faleminderit. Atëherë profesor, do e fillojmë si pyetje të parë. Sa në fakt ne e dim konceptin e martesës dhe si është realisht? Po, tani për çështjen e martesës mund të trajtohet në koncepte, do të thotë në kuptime të ndryshme çështja e martesës. Ne zakonisht edhe në raport, në relacion me studentët, japim përveç se kuptimit juridik dhe kuptimet e tjera në lidhje me çështjen e martesës, çfarë është martesa. Po, pavarësisht asaj, fokusohemi në përkufizimin të cilin e jep edhe vetë ligji, se me që është një materie që rregullohet me norma të së drejtës pozitive, do të thotë aktuale, norma konkrete, dhe ligji thotë se martesa është një bashkësi jetese, e cila është e rregulluar me norma juridike, në të cilën do të thotë realizohen interesa të vetë bashkëshortëve, të familjes dhe të shoqërisë në përgjithësi. Tani, nëse do duhet të sqarojmë pak më detajisht çfarë është martesa. Kuptimi i martesës. Do të thotë kuptimi i martesës një bashkësi jetese, sepse zhvillohet ndërmjet qenjeve humane ndërmjet njerëzve, është bashkësi e vazhdueshme. Thuhet e vazhdueshme tani, sepse nuk është e përkohshme, nuk mund të shkon pala të lidh martesën për një ditë, për një javë, për një vit. Do të thotë sapo të parashtrohet një kërkesë e tillë, absolutisht do të thotë e martesë nuk mund të lidhet nga zyrtari, nga oficiali atje. Nuk mund të thuhet se është e përhershme edhe për faktin sepse ligji lejon zgjidhjen e martesës si e drejtë pozitive, prandaj do të thotë është gjetur si solucion të thuhet është bashkësi jetese e vazhdueshme. E them këtë sepse palët hyjnë në martesë me vullnetin e tyre. Tani, me që palët hyjnë në martesë me vullnetin e tyre, ai vullnet nuk duhet të jetë vetëm në fazën fillestare të lidhjes së martesës. Ai vullnet nuk duhet të jetë vetëm ditën e lidhjes së martesës, por ai vullnet duhet i përcjell palët edhe në vazhdimsi gjatë martesës së tyre. Do të thotë në vazhdimsi duhet të kenë vullnetin për të ndetur në martesë. Në të kundërtën, atëherë mund të lind pasoja do të thotë që palët të kërkojnë zgjidhjen e asaj martese. Po. Sa në fakt pak ndalemi tek shqiptarët, sa janë të gatshëm të bëjmë një martesë e cila do të vazhdojë, si thatë ju? A dorëzohen shpejt? Tani, edhe për shkak të ndikimit të normave zakonore, të normave të religionit, për shembull të fesë, shqiptarët që në fazën e parë kur e lidhin martesën, atë e konsiderojnë si bashkësi të pashkëputshme, do të e kanë konceptuar si të tillë. Është gabim kjo? Ndoshta ndonjëherë është edhe gabim, sepse shpeshherë mund të gjendemi para një situate, para një martese që de jure palët janë të lidhur, por de facto nuk i konsumojnë të drejtat dhe detyrat që dalin nga ajo martesë. Palët me patjetër duhet të plotësojnë të drejtat dhe detyrat që dalin nga ajo martesë. Në të kundërtën ajo martesë është e vdekur. Do thotë nëse palët vinë deri në një situatë ku padurueshmëria arrin deri në shkallë sa që nuk mund ta përballojnë njëri tjetrin, nuk mund ta durojnë njëri tjetrin, atëherë edhe zgjidhja do të ishte më e mirë që të dalin nga ajo situatë. Do të thotë më mirë nëse e konsiderojnë si një tmerr për shembull të ndeturit në martesë, atëherë më mirë një fund i tmerrshëm se sa një tmerr i pafund për vetë palët të dalin nga ajo situatë. Po, shumë e vërtet. Ndërsa tani do të ndalemi pak tek evaluimi i martesës. Për shembull, më përpara, ndoshta pak do të kalojmë dhe tek divorci. Më përpara, për shembull, martesa është konceptuar tjetër. Është për shembull tek mashkulli është marrë si një krah për fuqi gruaja. Ndërsa tani është e kundërta, domethënë të gjitha gjërat i ndajnë bashk, punojnë bashk. Ky evaluimi në martesë si ka rrjedhur? Normalisht ngritja e vetdijes së njerëzve do të bën efektin edhe te martesa. Ajo është një dukuri shoqërore. Martesa nuk mund të përjashtohet nga dukuritë e tjera shoqërore. Për shembull, janë gjëra më të rëndësishme që njeriu t'i ndodhin në jetë, është fakti i lindjes, fakti i martesës dhe fakti i vdekjes. Edhe pse tek të dy tjerat, për shembull tek lindja dhe te vdekja, njeriu nuk ka
ndikim drejt për drejt, po tek martesa e bëhet me vullnetin e vet. Flasim përjashtimisht të vdekja nëse njeriu heqdor vullnetarisht nga ky rast. Tani, nëse themi se ka ndryshuar për shkak të ndryshimit të rrethanave, për shkak të ngritjes së vetdijes së njerëzve, normalisht për shkak edhe të forcimit të pozitës së gruas. Më përpara pozita e gruas ka qenë më diskriminuese. Edhe pse edhe sot nuk mund të themi që është absolutisht e barabartë. Do të thotë akoma pozita e gruas, veçanërisht në shoqërinë shqiptare këtu tek neve në Maqedoni, nuk është e barabartë me pozitën e mashkullit. Pse e them këtë? Sepse tek neve ende ndodh martesa që vajza lëshon shtëpinë e familjes së saj dhe shkon nuse në shtëpinë e burrit. Nuk shkon burri nuse, ose janë raste të rralla për shembull. Prandaj që këtu shifet e pozita e disfavorshme apo diskriminuese do të thotë e vet vajzës, pse duhet të lëshon ajo e para familjen. Përkundër këtij qëndrimi, përkundër kësaj tradite që vazhdon edhe sot e kësaj dite si praktik, prapse ka një ndryshim të mjaftueshëm, domethënës në relacione do të thotë ndërmjet vet bashkëshortëve. Janë ata të cilat. Janë ata të cilët do të thotë vendosin më përpara shpeshherë do të thotë edhe mbi bazën e ndikimit të fuqishëm të rregullave të së drejtës zakonore, shpeshherë për fejesën apo për martesën e të rinjve vendosnin prindrit e tyre, ndërsa sot do të thotë është duke ju afru zbatimit të frymës së ligjit ku vjen në shprehje ekskluzivisht vullneti i vetpalëve, sepse edhe me akte ndërkombëtare kjo është një drejtë ekskluzive që i takon vetë personit, do të është e lidhur me personin i cili do hyjë do lidh martesë. Vetë fakti se themi se martesa është e drejtë, do të thotë pala mund ta shfrytëzon këtë të drejtë, po mund të heqë dorë nga kjo e drejtë. Nuk është detyrim, do të thotë momenti i lidhjes së martesës. Po ndoshta atëherë në fakt kanë qenë dhe lidhjet më të shëndosha edhe pse prindrit kanë qenë ata të cilët kanë vendosur. Sot e kësaj dite ne shohim vetë zgjedhjen si partner njëri tjetrin, mirë po shumë shpejt pendohen. Nuk do pajtohem me faktin të themi se kanë qenë lidhjet më të shëndosha, sepse ajo është bërë në kuris të ndonjërs palë. Kush e di sa e vështirë të ishte, sa keq të ishte gjendja e ndonjërit prej bashkëshortëve, veçanërisht e gruas për shembull në atë martesë, ajo nuk ka guxuar të flasë, palere më të merr iniciativën ajo për shkurorzim, për zgjidhje të martesës etj. Prandaj nuk mund ne të ndërtojmë një shoqëri për shembull demokratike, një shoqëri për shembull me raporte të shëndosha në kuris për shembull të femrës apo të gruas e cila duhet të duron çdo pozitë qoftë edhe përbuese për shembull për vetë jetën e saj. Po. Tani do ndalemi pak tek krizat në martesë dhe parandalimi i tyre. Si mendoni, zakonisht për shembull një martesë mund të dështoj për një krizë që ndoshta është shumë lehtë mund të tejkalohet, por ja që në këtë kohë të rinjt e kanë si primare më mirë, do me thënë të ndahen, se sa të gjenë një gjuhë të përbashkët. Kur themi se krizat të cilat i përcjell, kjo është një dukuri e cila është prezente në gjitha shoqëritë, jo vetëm në shoqërinë tonë. Sa më shumë që avansohen raportet, sa më shumë që ngritet vetdia, sa më shumë që forcohet baza ekonomike, pavarësia ekonomike e bashkëshortëve, normalisht që kjo përcjellet edhe me dukurinë e shkurorzimit apo dukuritë e tjera negative, do të thotë mosdurueshmërisë. Këtu themi se nuk e duroj njëri tjetrin. Nuk e duroj njëri tjetrin sepse aty ka mospërputhje të karaktereve. Aty ka ndonjë shkak që është më thelbësor, por në aparencë neve na duket që është shkaku i vogël. Do të thotë te palët ka mospërputhje të karaktereve. Te palët do të thotë nuk mund ta honepsi njëri tjetrin. Do të thotë si rezultati i kësaj do të thotë palët mund të vinë deri te situata që të kërkojnë ndalje nga martesa. Ndalje nga martesa. Dhe jo me çdo kush duhet të kërkohet që palët të mbeten për shembull në martesë. Jo me çdo kush duhet të kërkohet në dëm të njerëz palë. Nëse ajo sjell dëm, nëse ajo sjell pasoja për jetën, për shëndetin, për harmoninë, do të thotë këtë sinohet me çdo kusht palët që të mbeten në një martesë të këtillë. Po. Zakonisht në teori kompromisi është pika parë. Mirë po, në praktik, sa përdoret kjo, do me thënë kompromisi në martesë? Sa ka kompromis? Që në momentin kur pala merr vendimin që të martohet, do të thotë ai duhet të pajtohet të heqë dorë nga të drejtat absolute që ka pasur, duhet të bësh kompromise ku çdo gjë të pajtohesh të ndash. Të ndash shtëpinë, të ndash edhe lëvizjet për shembull, të ndash pasurinë, të ndash gjithçka. Do thotë ti duhet të pajtohesh që të ndash, nuk je ekskluziv në atë që ke qenë para momentit të martesës. Mirë po, të gjithë këtë e bësh sepse marrish përbazë në anën tjetër edhe të mirat që do të sjell për shembull. Më mirë 2 se sa 1.
do të jenë dy vetë, e ke një partner, e ke një bashkëshort, një njeri në cili mund të mbështetesh, të përkrajnë e tjerë, dhe njeriu do të thotë karshi duke vrejtë se fiton një të mirë, do të heqë dorë nga një diçka që i duket më pak. Mirë po, në fazën kur palët marrin vendimin që të lidhe njëri me tjetrin, qoftë në fazën kur dashurohen, qoftë në fazën kur martohen, më shumë janë të prirur të shohin anët pozitive të njëri tjetrit. Ndërsa, në momentin kur vjen para zgjidhjes së martesës, ata janë të prirur të shohin anët negative të njëri tjetrit. I nxjerrin pa anët negative. Ndonjëherë edhe vende pa vend i nxjerrin dukurit negative, prandaj ka dallim do të thotë, por në esencë edhe në praktikën gjithësore shpeshherë thuhet sepse palët vjen deri në këtë situatë për shkak të mospërputhjes së karaktereve. Do të thotë pa durueshmëria të palët kur e mbrin kulmin, do të thotë si zgjidhje parashihet edhe çështja e shkurorzimit të asaj martese. Po, ndoshta edhe si fillim ato nuk i tregojnë ato pikat e dobta që i kanë dhe i lënë në minutën e fundit. Ka mundësi, por kjo ndodhet zakonisht tek martesat ku palët nuk njihen njëri me tjetrin. Sot në shumicën e rasteve mundësia për të taku, mundësia për të kontaktu, për ta gjetë njëri tjetrin është më e lehtë. Kjo ka ndodhur kryesisht në rastet kur martesat bëheshin me ndërmjetësues, me mësyt, kur dikush duhet të ndërmjetësonte për shembull dhe ndodhte rasti që bashkëshortët të mos njihen njëri me tjetrin deri në natën e parë të martesës për shembull. Dhe si rezultat i kësaj do të thotë mund të ndodhë që palët të mos kenë qenë për njëri tjetrin. Ndërsa sot mundësia e kontaktit është shumë e madhe, do të thotë si mundësi për shkak të rrjeteve sociale, dhe kjo normalisht i ka edhe pasojat negative. Do të thotë, jo gjithçka është pozitive te kjo. Po. Mirë po, zakonisht është ajo dilema se kur duhet të lidhemi në moshën e hershme ose të vonshme. Për shembull, dikush e preferon që të lidhet moshën më të hershme sepse nuk shiqon shumë pika të dobta, thjesht e shef atë person e dashuron dhe aq. Mirë po, në moshën më të hershme thuhet se është më e vështirë të lidhesh për shkak se je më i pjekur, në një farë mënyrë e krijon statusin tënd dhe automatikisht zgjedh. Por dallim nga raportet e tjera shoqërore, raportet familjare dhe veçanërisht raportet bashkëtorë nuk është diçka që mund të rregullohet çdo detaj me normë. Për shembull të vehet një ligj që të gjithë të martohen në këtë moshë ose deri në këtë kufi etj. Është problem sepse kjo varet nga më shumë rrethana. Kjo varet njeriu kur është i gatshëm, kur e ndjen veten të gatshëm për shembull për të lidhur. Kjo varet nga momenti kur ti e gjen personin me cilin do që të lidhish martesë. Dikush mund të presë gjatë gjithë jetës dhe nuk i vin princi me kalin e bardhë, të cilin e pret për shembull për të lidhur martesë. Prandaj këtu nuk ka ndonjë moshë strikte se kur. Mirë po, nga praktika është treguar se martesat të cilën e lidhin, nuk them të rritë për shembull, por mbi 25 vjet, janë një garancë për të qenë më të qëndrueshëm, palët më mirë i kuptojnë të drejtat dhe detyrat që u lindin nga martesa. Prandaj martesat e hershme shpeshherë janë të predisponuar edhe të dështojnë, edhe të zgjidhet ajo martesë, për shkak se palët nuk janë të përgatitur akoma, do të thotë, për detyrat që lindin si përgjegjësi nga vetë akti i martesës. Një diçka e cila më ka të rjek çdo herë është ata personat të cilët vendosin që mos të martohen, për shembull. Ndoshta këtë e bëjnë nga frika se nuk mund për shembull ta përballojnë jetën, ta ndajnë me dikënd, siç e theksuat dhe ju gjithçka ndahet në dy pjesë. Tani varet nga raste individuale, prapë them, sepse është diçka subjektive që pala të merr një vendim për të lidhur martesë. Mund të jetë për shembull ai nuk është i gatshëm se nuk është i përgatitur që t'i bën ballë për shembull kërkesave. Tani do të thotë mënyra e organizimit të jetës kërkon edhe shpenzime më shumë dhe shpeshherë ato shpenzime janë barë. Dhe akoma është konceptuar si e tillë për shembull martesa ose familja që burri kryesisht duhet të siguron atë bazën financiare për vetë familjen dhe ky e ndjen si barë shumë të rëndë, ndoshta mund të jetë kjo një arsye. Madje shpesh thuhet për shembull edhe në vetë martesën kur varfëria hin nga dera, dashuria ikën nga dritarja. Prandaj nëse palët gjenden në një situatë të tillë, ka edhe kriza që shpeshherë ka për pasojë edhe zgjidhjen e vetë martesës apo kërkesën për shkurorzim nga bashkëshortët. Po. Në veçantë nëse bazohemi prej tek vitet e 90-ta e këndej, është e qartë që femrat më shumë kanë qenë në fakt në atë kuptimin se janë ato të cilat të parat e kërkojnë divorcin. Ndoshta për shkak se janë vetëdijsuar ose emancipimi i tyre ka luajtur rol që ato thjesht t'ia dinë vlerën vetes dhe në një farë mënyre, për shembull, nëse një mashkull ja ka kërkuar divorcin një femrës, ka treguar fuqi, ndërsa vajza thjesht lodhje psikologjike. Këtu duhet me ditë se në këtë raport, për shembull, normat të cilat gërshetohen që rregullojnë këtë raport, ne veprojmë mbi bazën e disa normave.
Janë normat e zakonit, që kanë një fuqi shumë të madhe për shembull në raportet familjare dhe martesore. Janë normat e religionit apo feve të caktuara, tek neve të normat e islamit për shembull që luajnë një rol të caktuar dhe dispozitat pozitive, ligjet pozitive. Këto dy të parat, kur flas për shembull, gruas japin një pozitë, mos të them të nënshtruar, por jo të barabartë me burrin. Jo të barabartë me burrin dhe si rezultati i kësaj, kryesisht për shembull të drejtën edhe për të kërkuar shkurorzim, kryesisht ka qenë në duart e burrit, në të shumtën e rasteve. Nëse bazohemi në normat e zakonore për shembull që kanë qenë prezente edhe akoma sot e kësaj dite janë, edhe normat për shembull që është e drejta e sheriatit ku burrit i jep më shumë të drejta në pikpamje të marrjes së iniciativës për të kërkuar shkurorzim. Po edhe praktika gjyqësore e sotme, nëse do shifet, absolutisht do të thotë rastet më të shpeshta prapi kemi të marrjes së iniciativave nga vet ana e burrit, të marrjeve të iniciativave nga ana e burrit për kërkesë për shkurorzim, Në përgjithësi, domethënë prapë përsëri meshkujt në këtë aspekt kanë më shumë përparësi ta familja. Unë e thash që në fillim, vetë fakti se vajza duhet të shkon nuse të alshon familjen e vet, do të thotë ajo është një tregues, ajo është në pozitë jo të barabartë akoma, do të thotë në raport me vetë burrin. Po duhet në rinia në fakt ta ndryshojmë këtë profesor, në një farë mënyrë t'i ftojmë djem që të vinë nuset e ne. Duhet kohë për këtë absolutisht. Ende nuk jemi nuk kemi hyrë? Duhet kohë sepse këto janë komplementare, këto elementet, do të jetë edhe baza ekonomike. Në qoftë se do ketë një bazë ekonomike, në qoftë se vajza e gruaja do arrin të ketë një banesë, një shtëpi të vetëm për shembull, do ta ketë më lehtë. Po në të kundërtën është e vështirë kjo. Do duhet kohë që të mbrihet kjo. Po jam optimist që do të mbrihet, por një gjë duhet jemi të vetëdijshëm se për herë këto elementet pozitive që i kërkojmë, këto përcillen edhe me dukuri negative. Forcimi i pozitës së femrës do të thotë absolutisht atë bën të përgjegjshme të kërkon të drejtat e veta që lindin nga martesa. Dhe në këtë raport atëherë shpeshherë palët mund të vinë në konflikt, do të thotë për shkak të edhe bot kuptimi tradicional që burri është mësuar të ketë atë pozitën dominuese për herë brenda bashkësisë martesore. Po. Ndërsa tani do të kalojmë tek divorci. Cilat janë ato shkaqet më të shpeshta, kuptohet e theksuar dhe një ndër ato, të cilat çojnë deri tek divorci? Dhe pse e përzgjedhin, domethënë, duke u bazuar dhe tek statistikat? Tani, kur jemi tek çështja e divorcit, është një dukuri shoqërore dhe çështja e divorcit që e ka përcjell shoqërinë njerëzore që në fazat e para të krijimit të saj. Që kur ka lindur martesa, ka lindur edhe divorci apo shkurorzimi në gjuhën shqipe. Ndaj dukurisë së divorcit nuk është imun as shoqëria jonë dhe as një shoqëri tjetër. Trendet tregojnë do të thotë për një rritje të numrit të shkurorzimeve. Edhe këtu në Maqedoni, edhe në Europë dhe gjetiku. Do të ka një rritje të numrit të shkurorzimeve. Tani, cilat janë shkaqet më të shpeshta? Ka shkaqe nga më të ndryshme. Por nëse marrim kushtet të cilat i përcakton ligji jon apo kishte një zgjidhje pak më ndryshe dispozitat e ligjit të vjetër që ishte në Maqedoni ligji për familjen ku i numëronte në mënyrë taksative kushtet. Tani thot vetëm është jeta e ndarë për më shumë se një vit. Nëse palët jetojnë të ndarë dhe nuk i konsumojnë të drejtat dhe detyrat që dalin nga martesa, atëherë normalisht do të thotë ajo martesë është e vdekur, do të thotë ajo nuk prodhon kurfar efekti juridik. Sepse një nga kushtet është jetesa e përbashkët. Palët kanë për qëllim që të jetojnë bashkë kur lidhin martesë. Nuk mund ti të kërkosh të lidhish martesë dhe asnjëherë mos të jetosh bashkë. Ndryshe ato quhen, do të thotë nga teoria si martesa fiktive, që nuk prodhojnë efekte juridike. Pastaj kemi rastin thotë kur shkurorzimi vjen si rezultat i kërkesës së palëve për shkak të mosdurimit kundrejt njëri tjetrit. Do të thotë padurueshmëria e palëve mrin në një situatë ku ato kërkojnë dalje nga ai moment, do të thotë sepse janë prishur raportet deri në atë instancë, ato më nuk mund që ti konsumojnë të drejtat dhe detyrat që dalin nga vetë martesa. Po ashtu lejohet edhe rasti që shkurorzimi të bëhet me marrëveshje. Do të thotë ligji tu tek neve e lejon mundësinë që palët të marrin iniciativë me marrëveshje, ashtu siç e kanë kriju, do të thotë me marrëveshje të zgjidhin, por patjetër e njëjta të zhvillohet në procedurë gjyqësore, dhe gjykatësi do të thotë pasi të konsumon të gjitha fazat të sjell vendimin për shkurorzim. Maqedonia ka një vërejtje do të thotë në lidhje me këtë çështje sepse shumë të shkurtra do të thotë i ka këto fazat e zgjidhjes së martesës. Do të thotë çështja e shkurorzimit. Do të faza i ka më të shkurtra në raport me vendet e tjera.
për shkak se martesa është një bashkësi ku jo vetëm palët realizojnë interes. Ka interes familja, ka interes shoqëria, ka interes shteti të ketë familje të shëndosha, martesa të shëndosha. Sa më të shëndosh janë këto raporte, aq më të shëndosha janë këto raporte pasaj në shoqërinë në përgjithësi reflektohen. Dhe tani, si rezultati i kësaj shteti do të kërkohet, do të që të ndërber masa që të vështirëson mosa që let palët të lejon që të zgjidhin një martesë. Duhet të provon, edhe pse ligji parashe në fazën e parë, veçanërisht në qoftë se bashkëshortët kanë dhe fëmijë, me patjetër të zhvillohet seanca për tentim pajtimit të bashkëshortëve. Me patjetër, Me patjetër, nëse kanë fëmijë, patjetër të zhvillohet. Do të flasim për fazat, do të thotë kur pala, njëra nga palët parashtron pa di, sepse për herë në kontest zgjidhet çështja e martesës përmes shkurorzimit. Tani, gjykatësi duhet të cakton seancën për tentim pajtimit të bashkëshortë, duhet të provon një fazë. Ndoshta është ajo që përmende në fillim një shkak shumë i vogël, që mos me lëmë për një arsye shumë banale, shumë të vogël, do të jetë një arsye nga më e thjeshtë, ato themi pse ka qitë pak më tepër kryp gjellës atje, ose e ka djekë bukun, apo diçka tjetër, për shembull të jetë kjo arsye për zgjidhje të martesës. Prandaj ndonjëherë edhe mund të ketë sukses. Janë profitabile këto? Në disa raste ka dhënë sukses, por në të shumtën e rasteve është vështirë, sepse kjo është vetëm shkasi, vetëm preteksti. Shkaku shpeshherë qëndron, do të thotë më thellë të vetë bashkëshortët me që kanë mbri në këtë fazë të padurueshmërisë kundrejt njëri tjetrit. Tani jemi në vitin 2017, kuptohet, në një farë mënyrë të flasim pak sa i përket vitit 2016. Si ishte sa i përket divorceve? Ka patë rritje të numrit? Në vazhdimsi, të gjitha shoqëritë e civilizuara, përfshirë edhe shoqërinë tonë këtu, e them se ka një rritje të vazhdueshme, do të thotë, të numrit të shkurorzimeve. Nuk shkon në dhe rëndje. është shumë interesante për shembull. Do të thotë është asimetrike. Në njërin anë ka zvoglim të lidhjes së martesave, numrit të lidhjes së martesave, në anën tjetër rritet numri i divorceve. Do të thotë për herë shoqëria më pak i gjen të martuar. Pastaj ka ngritje të moshës kur e lidhin martesën. Më përpara lidheshin martesat në moshë më të re, tani mosha vazhdimisht vjen duke u ngritur. Në qoftë se bazohemi në dhënat nga enti i statistikës, do të tek vajzat shkon mosha 26 vjeçare për martesën e parë flas, ndërsa për djemt shkon 29 vjet. Por në qoftë se do ta ndajmë vetëm shoqërinë shqiptare, unë besoj që tek neve duhet të jetë shumë më herët momenti i lidhjes së martesës, momenti i lidhjes së martesës. Ndryshon divorci në zonat rurale dhe urbane? Këtu tek neve, sepse nuk ka ndonjë dallim të madh, do të thotë në pikpamje të organizimit të jetës shoqëria urbane dhe shoqëria rurale. Në fakt duhet të ndryshon sepse kryesisht në zonat urbane duhet të kenë një marrëdhënie pune të dy bashkëshortët. Duhet të ketë një pavarësi më të mirë edhe gruaja në raport me burrin, prandaj duhet të ndryshon edhe në pikpamje të marrjes së iniciativës. Besoj që do të thotë ka dallim për faktin se në zona urbane ndikimi i normave zakonore, normave fetare, mënyra e organizimit të jetës patriarkale, atje i jep efektet e veta edhe në këto raporte të marrjes iniciativës për zgjidhjen e martesës përmes faktit të divorcit. Mendoni se Maqedonia ka hyrë në terrenin e postmodernizmit sa i përket divorceve? Është fazë patjetërsueshme të cilës nuk mund t'i shmanget. Jo vetëm Maqedonia, po të gjitha vendet. Tani në të gjithë Europën, nëse do të shohim, gati çdo e dyta e treta martesë dështon, të ndryshe, do të thotë përfundon përmes faktit të shkurorzimit. Sepse përveç shkurorzimit si mënyrë e zgjidhjes së martesës është edhe vdekja e njërit bashkëshort që ka përsëri pasojë, apo është edhe çështja e anulimit të martesave. Janë raste më të rralla kur palët do të thotë lidhin një martesë duke i shkelur të kushtet negative apo pengesat martesore. Por në qoftë se e shohim do të thotë trendin e zhvillimit këtu në Europë, thash që çdo e dyta e treta martesë gati vjen me përfundim në zgjidhje të saj. Kemi fëmijë në qoftë se marrin periudhën 1996-2006 për 10 vjet ka mbi 10 milion martesa në Europë për shembull të zgjidhura, nga të cilët 15 milion fëmijë rriten me familje monoprindrore, vetëm nga njëri prind. Ky numër vazhdon të rritet, tendenca e vazhdueshme është në rritje edhe e këtij numri, edhe këtu në Maqedoni. Do të thotë kemi raste të shpeshta të familjeve me një prind. Familjeve me një prind. Pastaj kemi raste tjera, për shembull, kur duhet të komponohen lidhjet të martesës së dytë, ku duhet të sjellin fëmijë nga martesat e para. Do të kjo e komplikon edhe më shumë, e komplikon këtë çështje. Maqedonia nuk është as pak imund ndaj kësaj.
ky trend i vazhdimit do të rritet edhe më shumë, Fatkeqësisht. edhe kjo përcillet edhe me një dukuri tjetër, ku palët do të thotë zakonisht vendosin që të jetojnë në bashkësi jashtëmartesore, bashkësi fakti. Do të thotë pa e celebruar martesën e tyre, pa bërë transkriptimin e dënave në librin amstë të kurorëzorëve tek ofiqari. Do të thotë palët thjesht i plotësojnë të gjitha të drejta dhe detyra, do të thotë sikur të jenë të martuar, mirë po si të tillë ato nuk hyjnë fare, do të thotë në martesë. Po, edhe pse në fen fakt kjo është një mëkat, mirë po ligji e lejon këtë. Pikpamje fetare, nëse ke fjalën për të drejtën e shariatit, do të thotë ajo e ndalon, do të thotë bashkësinë jashtëmartesore, do të thotë është e palejuar, mirë po në pikpamje ligjore është një e drejtë, është një raport civil ndërmjet palëve. Do të thotë është çështje e vullnetit të tyre shpeshherë. Do të thotë tek neve shpeshherë lind edhe problemi pastaj në lidhje me të dhënat. Ti shpeshherë kur thua për shembull janë martu kaq dhe ti nuk e di se sa vetë edhe bashkëjetojnë. Nuk ke të dhëna të sakta për shembull të palëve të cilët bashkëjetojnë. Mirë po, ligji ka vetëm një nen aty, tek neni 13, ku bën fjalë për bashkësinë jashtëmartesore, ku rregullon vetëm çështjet e karakterit pasuror. Do të nuk duhet të përfshin edhe disa detaje të tjera, edhe pse kur bëhet fjalë për çështjen e fëmijëve, ligji i barazon absolutisht si fëmijët martesor edhe ato jashtëmartesor, sepse është parim mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës. Pavarësisht është martesor, është jashtëmartesor, është fëmijë adoptuar, do të thotë para ligjit janë absolutisht të barabartë, sepse konsiderohet si qenje më e pambrojtur, prandaj edhe ligji vazhdimisht do të thotë është në anën e vetë asaj pale. Kur jemi tek fëmijët, kush e ka të drejtën që, në fakt, kush ka përparësi që t'i mbaj fëmijët nëse është divorci? Nëse referohemi ligjit, ligji nuk jep në një pozitë të favorshme apo disfavorshme burrit apo gruas apo nënës apo babas të themi. Ligji i ve në mënyrë absolutisht të barabarta. Në pikpamje të drejtave është parimi kryesor, parimi i barabarësisë të palëve, qoftë në raport burr me grua, qoftë në raport prindër fëmijë, baba me fëmijën apo nëna vetë me fëmijën. Ligji i ve në pozitë absolutisht të barabartë. Mirë po praktika gjyqësore këtu dallon. Dallon praktika gjyqësore sepse në të shumta në rasteve fëmijët i besohen nënës. Normalisht në disa raste merret edhe pëlqimi i fëmijës nëse është fëmia mbi 10 vjet, ajo është në gjendje të shfaqë mendimin edhe ai se me kë do të shkon. Pastaj për prindin tjetër caktohet për shembull detyrimi për ushqim apo caktohet edhe fazat kur ai të mban kontakte, mënyra e mbajtjes së kontaktit. Sepse me shkurorëzimin përfundon raporti burr-grua, por nuk përfundon raporti bab-fëmijë ose nën-fëmijë. Ai raport vazhdon deri në sa janë gjallë për shembull ato persona. Mirë po përsëri them se praktika gjyqësore këtu te ne këto ju besohen kryesisht nënave. Çështja e cila paraqitet problem, këtu flas në praktikë në Maqedoni, çështja e mospagesës së alimentacionit. Do të çështja e pagesës së alimentacionit. Që haset shpesh, domethënë. Në raste të shpeshta për shembull, këtu kur palët i shmangan detyrimet që të paguajnë atë, apo problemi kur duhet prindi me cilin nuk janë fëmijët, që t'i merr fëmijët për shembull kur e ka ditën apo orën që t'i mban fëmijët ai, që të mban kontaktin me fëmijët, kur prindi tjetër e privon nga kjo e drejtë, këto janë raste të shpeshta në praktikë. Çështja e shkurorzimit absolutisht që prodhon efekte negative në pikpamje të shqetësimit të vetë fëmijëve. Do të thotë ato fëmijët reflektohet në aspektin psikologjik për shembull sepse që në shkollë vrehet për shembull tek çështja e mësimit, çështja e notave të dobta, do të thotë i ekspozohen rrezikeve të ndryshme pastaj edhe në pikpamje të delinkuencave. Do të thotë janë më të predisponuar që të hyjnë do të thotë në këto situata për shkak të gjendjes shpirtërore të cilën e kanë kaluar do të thotë në fazën kur prindrit kanë qenë në procedurën e shkurorzimit. Domethënë vëren pasojat më njëherë. Vëren absolutisht. Këtu një rol shumë të fuqishëm ka qendra për punë sociale. Sepse që në fazën e parë, do të thotë kur palët marrin iniciativën për shkurorzim në procedurë gjyqësore, domosdoshmërisht gjykatësi të njofton qendra për punë sociale. Pavarësisht është me marrëveshje apo është pa marrëveshje çështja e shkurorzimit. Qendra për punë sociale do të thotë në qoftë se ato kanë fëmijë, ajo ndërhyjnë në pikpamje që të mbahet llogari për interesin e fëmijës, si gjatë procedurës gjyqësore në atë fazë për shembull, po edhe pas asaj, edhe pas marrjes së vendimit do të thotë se qendra për punë sociale është ajo e cila do vë kontakte edhe me fëmijën, edhe me familjen për shembull, se me këtë do shkon, jep mendime edhe qendra për punë sociale se me këtë do shkon fëmia nesër pas zgjidhjes së asaj martese ndërmjet
përmet vetë bashkëshortëve. Kuptohet se këto janë temat të cilat duhet të diskutohen çdo ditë nëpër televizione, mirë po janë mediat ata të cilat i ofrojnë këto. Lind pyetja, luan rol serialet të cilat i transmetojnë televizionit tek çuarja e një divorci, për shembull? Tani, jo vetëm serialet, po mjetet e komunikimit masiv bëjnë efektin e vetë. Sepse shpeshherë palët marrin dhe modele, do të thotë edhe nga shoqëritë të tjera, edhe nga shoqëritë më të përparume, më të avancume. Sepse edhe filmat e kanë atë efektin e porosisë në fund, secili film ka një porosi, ka një mesazh për vetë shiqëuesin. Në këto raste normalisht ndonjëherë edhe palët dinë që të marrin, por nuk besoj që janë ato për masa, për shembull ka që në qoftë se e ke fjalën vetëm për filmat, vetëm për serialet. Qofshin turke, spanjolle, këto. Mund të kemë, po jo në ato për masa shqetësuese që të themi se do të e ka kopju një moment nga i film dhe e ka kopju në realitetin e vetë pala. Ka dikush i cili jeton me një jetë filmi. Nëse ashtu jetën e shesi film, atëherë ai do ketë pasoja, do thotë. Po, dhe si përfund, profesor, lind pyetja, çka pas divorcit? Çka duhet të mendojnë njerëzit dy herë që mos shkojnë në divorc? Jeta është kompromis. Palët duhet të mbledhin forcën për shembull që të dalin nga një situatë ngërçit që mund të vinë me rastin e kësaj çështje të marrjes iniciativës për shkurorzim. Shkaqet të cilat i përmendëm në fillim mund të jetë edhe shkelja e besnikërisë bashkëtorë, që mund të jetë një nga rastet më të shpeshta për shembull. Mund të jetë lënje qëllimkeqe e njërit bashkëshort nga bashkëshorti tjetër për shembull. Mund të jetë për shembull kryerja e një vepre penale ndaj vetë bashkëshortit tjetër, për shembull. Ka një gamë të gjerë të arsyeve për cilët palët mund të marrin një iniciativë të tillë. Në qoftë se është në një shkak më i vogël, palët ndoshta do të ishte mirë që të gjejnë gatishmëri, që t'i falin njëri tjetrit, veçanërisht në rastet kur kanë fëmijë. Veçanërisht në rastet kur kanë fëmijë, sepse për fëmijët do të ishte shumë më e mirë që të rritet në një familje të natyrshme e përbërë nga baba dhe nga nëna, sesa vetëm nga njëri prim. Do të ishte shumë më e shëndetshme, besoj. Po tani, sa ato mund të gjejnë atë gatishmëri, sa mund të kalojnë atë inatet personale në disa raste që mund të jenë edhe momente shumë të vogla, është që subjektive që varet përsëri nga karakteri i gjithsecilit. Po, mirë po ndonjëherë ngelemi në dilemë, mund të jenë edhe pse mund të jetojnë bashkë, kemë probleme dhe nuk do me thënë se janë bashkë dhe janë një familje shëndosh, ose e kundërta, nëse jeton me njërin prind mund të jetë më i lumtur se sa nëse i ka të dy. Po, ajo që thaj se në qoftë se problemet mbrin deri në atë shkallë sa që jeta në bashkësi martesore bëhet e padurueshme. Atëherë, kjo zgjidhja do të ishte më e mirë. Në nivel botëror ekzistojnë disa sisteme juridike të shkurorzimit. Janë sisteme që ndalojnë shkurorzimin totalisht, sisteme që lejojnë shkurorzimin, sistemet që shkurorzimin e shohin si sankcion, sistemet që shkurorzimin e shohin si dalje për një situate, për një ngërçi, apo siç thot profesori Hamdi Podgorica, si ilaç, dhe sistemi i kombinuar. Sistemet që ndalojnë shkurorzimin janë karakteristikë të vendeve të cilat janë në ndikimin e Kishës Katolike. Sepse në këto vende martesa konsiderohet si diçka e shenjtë, si diçka si sakrament, e lidhur para Zotit. Dhe ajo që është lidhur një herë më nuk mund të zgjidhet. Prandaj deri vonë në vendet e Bashkimit Evropian ka qenë, do të thotë, e kufizuar çështja e shkurorzimit. Do të thotë ka qenë i kufizuar. Veçanërisht nëse marrim për shembull në vitin 1974 referendumi në Itali, do të thotë për që u leju shkurorzimin. Referendumi i cili fitoi me një diferencë shumë të ngushtë në Irlandë, do të thotë në vitin 1995, deri aty do të thotë nuk është lejuar çështja e shkurorzimit. Shumë vonë do të thotë kanë ardhur për shkak të ndikimit të fuqishëm të Kishës Katolike. Më vonë do të thotë për shkak të presionit që pati, do të thotë edhe ky rrym, edhe Kisha u detyru të bënte një kompromis. Separatio mensa metorum, do të thotë lejonte vetëm ndarjen nga shtrati dhe tryeza apo sofra, po nuk lejonte një ndarje formale. Do të thotë palët de facto të ndarë, por de jure mbeteshin të lidhur. Ky është sistem që i karakterizon, do të thotë këto që janë në ndikimin e drejtës kanonike. Tek sistemi që lejohet shkurorzimi është karakteristik për sistemet ku është në ndikimin e drejtës së sheriatit. Këtu merret, do të thotë, si një çështje veçanërisht nga pikpamja e burrit që në rrethana shumë të lehta mund të hyjë në iniciativën, do të thotë, për ndarjen e gruas, do të thotë, për kërkuar divorcin e vetë gruas. Sistemet e shkurorzimit si sankcion ka qenë karakteristik për sistemin francez. Do të thotë, lejoheshte vetëm për shkak të shkeljeve që mund të bënte njëri nga bashkëshortët. Atëherë, bashkëshorti tjetër mund të merrte iniciativën të kërkonte
edhe shkurorëzimin. Kjo që thash e parafundit sistemi shkurorëzimi si ilaç, kjo është do të thotë kur prishën deri në atë mas marrëdhëniet bashkëtorë, saqë atëherë si zgjidhje e vetme është më mirë që të dalin nga ajo situatë se sa të mbeten kokçar për shembull në një bashkësi martësore, dhe sistemi i kombinuar që i përfshin të dyja që sot edhe Franca e ka, sepse që nga viti do të thotë më herët e ka Franca 1792 do të thotë kur lejohet shkurorëzimi, pastaj 1816 ndalon dhe një herë, pastaj 1884 përsëri do të ka disa ndryshime, do të është një avangard për shembull që u prin këtine proceseve. Po, kuptohet se kjo është në fakt një temë e cila duhet të diskutohet me ditë, mirë po neve ashtë na premton koha. Kështu që tani në fakt është koha që ta bëjmë pauzën e parë për sot, do të ndjekim një pikë muzikore dhe rikthehemi pastaj në pjesën e dytë. Jemi në pjesën e dytë të emisionit, tani është rubrika e zarfeve, profesor. Do të vëndojmë pak në siklet me këto pyetjet, mirë po besoj se nuk do e merrni për ters. Cilën do e përzidnit? Do ta lexoj unë. Në fakt, unë këtë radhë kam përzidhur disa thënie juridike. Po të duhej të studioheshin të gjitha ligjet, nuk do të mbetej kohë për t'i shkelur. Si e komentoni? Tani, jo të gjithë njerëzit mund të bëhen jurist. Po, pa problem. Mirë po, realisht duhet me pas një kulturë juridike. Njerëzit duhet me qenë të vetëdijshëm sepse ligjet janë në të mirën e tyre. Do të thotë që nga ajo rregulla e vjetër romake, lex dura lex, më mirë një ligj i ashpër se sa pa ligj fare. Shoqëritë që në fazën kur mrin të vetëdijsohen, i kryejnë do të thotë raportet i rregullojnë me norma juridike. Është pa logjikshme shoqëria të jeton pa norma, nuk mund të imagjinohet. Por prapë them, kjo don kohë. Don kohë sepse vetëm ngritja e vetdijes, njerëzit i bën më të vetëdijshëm dhe ta kuptojnë se kërkesa e ligjit është në të mirën e tyre. Jo vetëm të individit, po edhe të shoqërisë në përgjithësi. Do të thotë patjetër, unë jam jetari i asaj që njerëzit duhet të jenë sa më të informuar, edhe mos ta marrin ligjin dhe të bëjnë rezistencë sikur është në dëm të tyre. Ligji është në të mirën e tyre. Ligjin duhet ta pranojnë gjithsecili, se është do të thotë rregulli që thotë ignorancia juris nocet, do të thotë mosnjoja e ligjit dënon gjithkëndi. Ti nuk mund të thuj se unë bëra një veprim sepse nuk e dija që është ndaluar. Mirë po, prapë them, ajo fryma e ligjit duhet të gjenë zbatim në raportet shoqërore. Se kemi raste kur në marrëdhëniet familjare raporte që rregullohen që thash me norma zakonore apo të drejtës së sheriatit e tjerë tek ne tek shqiptarët, shpeshherë vjen në pozitë diskriminuese njërin nga palët. Për shembull, një nga situatat po përmendi pozita e gruas edhe në trashëgimi. Do të thotë ka një qasje shumë diskriminuese në raport me femrën, për shkak se do të thotë jemi të prirur të zbatojmë normat të tjera jashtë atyre ligjore. Nëse do gjente fryma e ligjit zbatim, edhe pozita do të ishte absolutisht e barabartë të gjithëve. Prandaj unë jam absolutisht do të thotë që ligji duhet të gjenë zbatim në raporte shoqërore. Po. Ndërsa tani kalojmë tek zarfi tjetër, duhet ta përzgjidhni njërin dhe a do e lexoni vetë, profesor? Ta shohim çfarë ka të shënuar aty. Këtu është kanuni. Kanuni. Sa e praktikojmë tani? Për dallim nga marrëdhëniet e tjera shoqërore, në marrëdhëniet familjare, rregullat e kanunit që është një përmbledhje e normave zakonore. Përmbledhja e zakoneve është vetë kanuni, gjen një zbatim pak më theksuar. Mirë po, kanuni jo gjithçka do të thotë është që mund të aplikohet sot në raportet e sotme. Sepse ka një pozitë të favorshme për shembull për burrin, por jo edhe për gruan. Ka për të rriturit, por jo edhe për fëmijët. Shpeshherë pozita e këtyre të tjerëve është më diskriminuese. Kanuni për kohën në cilën ka vlet, ndoshta ka qenë okay. Do të flasim për periudhën e mesjetës, mirë për periudhën e sotme të mendohet të rregullohen gjitha raportet me kanone, nuk besoj që do të ishte në favor të vetë qasjeve civilizuese që duhet me pas për shembull për marrëdhëniet martësore dhe familjare sot e kësaj dite. Do të thotë
që në kanun, në qoftë se do shohim, kemi disa kanune ndër shqiptarët, por ai i cili gjen zbatim më shumë është kanuni i Lek Dugagjinit. Edhe shohim atje edhe pozitën e burrit dhe të gruas për shembull. Veçanërisht është momenti kur mund që martesën patjetër ta lidhin për shembull prindrit edhe pa pyet fare. Do të fare nuk vjen në shprehje vullneti. Prandaj sa herë kur gjendemi para një norme zakonore dhe një norme ligjore, ku këto binë në ndesh njëra me tjetrën, detyrimisht duhet të përjashtuar norma zakonore dhe duhet zbatuar norma ligjore. Se vetëm kjo është në frymën ku secili e gjen veten të barabartë në raport me palën tjetër. Kështu që nuk e duam të kthehet apo? Nuk është në favor veçanërisht të pozitës së femrës dhe pozitës së fëmijës, do të ka një qasje diskriminuese, do të që e kanunit. Po, edhe pse në fakt ndoshta në një kohë kjo ka qenë një diçka shumë strikte dhe e mirë për njerëzit të cilët kanë jetuar, mirë po kohët ndryshojnë. Në qoftë se shohim vetëm sanksionet të cilët duhet zbatohen, do të thotë me rastin e shkeljes së një norme të morale dhe diçka tjetër, janë jashtëzakonisht drakonike, jashtëzakonisht të ashpra, që për kohën e sotit do të jetë e paimagjinueshme, do të thotë që pala atë. Shumë e vërtet. Profesor, kaloj dhe kjo fazë, tani shkojmë me një pauzë tjetër dhe do të rikthehemi në pjesën e tretë për të parë fotografi që profesori i ka përzgjedhur dhe ti komentojmë së bashku këtu. Vazhdoni të mbeteni edhe më tej me emisionin Pas dite me ju, këtu jemi në pjesën e tretë të emisionit me profesorin, kuptohet sepse edhe ne njihemi sepse edhe unë kam mbaruar në Universitetin e Tetovës. Profesor, jeni mirë, rehat? Mirë jam. Mirë, ha? Kjo është kryesorja. Atëherë tani do të kalim tek pjesa e fotografive, që ju besoj se keni patur të vështirë të përzgjidhnit, në këtë kohë kur jemi në atë kohën e selfieve, unë e quaj çdo herë. Ftoj regjin që ta ndjekim fotografinë e parë, që ta shohim në fakt, dhe ta komentojmë. Atëherë, profesor, këtu jeni? Është një fotografi nga viti 2013, do të thotë është ceremonia kur festonim pas mbrojtjes disertacionit të doktoraturës. Ati poshtë kemi profesorin tim të dashur Kudret Qela, që kam pas nderin një nga civilistët më të mëdhej të kohës që ta kemë për mentor. Është profesori Pascal Haxhi. Ato të dy ullur, do me ta? Ullur ato poshtë. Lartë në të majtë atje kemi profesorin Hamdi Podvorica, që është profesori të drejtës familjare në Universitetin e Prishtinës. Ka qenë ligjerus edhe në universitetin tonë dhe kam qenë asistenti i profesorit në fjalë. Është zonja Lavdije, zonja groja e profesorit Kudret Qela. Është nusja ime, jam unë, asistenti i profesorit Kudret dhe kolegu im Safet do të thotë në këtë fotografi. Është një moment gëzimi do të thotë pas një periudhe që ishte shumë e tendosur, që arritëm të korrim një sukses do të thotë në karrierën tonë, në jetën tonë. Shumë sukses edhe në vazhdim. Kështu që tani ndjekim fotografinë tjetër. Atëherë? Edhe kjo është po e njëjta ditë, është para momentit të fillimit të mbrojtjes me profesorin që i diskutonim disa fjalë, veçanërisht disa terme juridike të cilat i kemi të ndryshme si që përdorim neve edhe në pikpamje të legislacionit dhe në pikpamje të teorisë juridike. Për shumë këtu mund të përmendit çështja që ka qenë që diskutonim për shumë për çështjen e adoptimit në Shqipëria e përdor zyrtarisht që kuptimin e birësimit, ndërsa ne përdorim adoptimin. Dhe normalisht ne sepse jemi rritur me librat e Prishtinës më së shumti, edhe debatonim se cila është zgjidhja më e drejtë, se në qoftë se do t'i qasimi vetëm kuptimit që ka Shqipëria, birësim, sikur vajzat i përjashton nga e drejta për të qenë të adoptuara. Do të thotë nga vetë rënja e fjalës birë i referohet vetëm djemve, sikur vajzat nuk e kanë këtë të drejtë dhe si shprehje më dukeshte më diskriminuese. Ndërsa adoptim edhe për të qenë më besnik vetë origjinës së termit dhe institucioni që nga e drejta romake adopcio, do thotë diskutimi ishte pikërisht në lidhje me këtë, që të kemi një unifikim të terminologjisë juridike pikërisht për fushën e të drejtës familjare. Po, shumë në fakt personat të cilët do mbajnë unë besoj dhe për ju, mirë po këto fotografi do t'u rikujtojnë. Faleminderit. Okej, profesor, tani jemi në pjesën e fundit ku duhet të përgjigjeni pyetjeve me spec, që unë i kam titulluar kështu, edhe pse zakonisht
kam ndonjëherë vërejtje nga kolegat më thunë njerëzve serioza që vinë, këto pyetje janë pak më provokative. Mirë po ja që duhet ju pak të dilni nga i petku i të qenurit serios dhe të përgjigjeni jo vetëm pyetje klasike dhe pyetje të tjera. Jeni gati? Uroj të mos jenë shumë të vështira. Jo, s'besoj. Atëherë, liq, çka është për ju? Liq është norma e sjelljes të cilës duhet t'i nështrohemi të gjithë neve. Do thotë është një e mirë, e përgjithshme, ku të gjithë duhet të sillemi në kuadër, në frymën e ligjit. Nëse do ishi udhëheqës, qoftë në institucion ose në shtet, cili do ish veprimi i parë që do e merrnit? Veprimi i parë është që të ndërhyjet që të kemi një arsim sa më cilësor. Sepse absolutisht vetëm përmes arsimit mund të kemi një garancë për ngritjen e vetdijes. Vetëm të qeni të vetdijshëm, njerëzit do të kenë raporte shumë më të shëndosha kundrejt njëri tjetrit apo raporte të civilizume. Ndryshe do të thotë jashtë asaj është gjithçka e kot. Do të thotë ndërhyrja kryesore do të jetë pikërisht vetëm në sferën e arsimit, do të thotë qelsi. Po të mos ekzistonte ligji, si do ishte bota? Do të ishte anarki, do vepronim në bazë të instinkteve, do të thotë mënyra shtazarake e organizimit të shoqërisë brenda habitatit të tyre. Si e komentoni dënimin me vdekje? Dënimi me vdekje ka qenë prezent në shumicën e vendeve deri vonë. Tani edhe si rezultat të ligjeve të cilat ishin edhe në kuadër të Kartës Europiane për Liritë dhe Drejtat e Njeriut, shumica e vendeve që e kanë ratifikuar dhe që janë anëtare janë detyruar që ta heqin dënimin me vdekje. Mirë po, e drejta e jetës dhe e vdekjes është një e drejtë hynore. Jetën ta jep Zoti dhe vetëm ai ka të drejtë ta merë jetën. Prandaj unë jam pro heqjes së dënimit me vdekje, do të thotë këtë që kam bë, kjo është absolutisht për mua e pranueshme, sepse edhe në burg njeriu mund të kalon atë fazën e risocializimit dhe pasaj të kthehet si një antar i dobishëm i shoqërisë. Kujt i bëni nder? Të gjithë të dashurëve të mi, miqve të mi, të gjithë atyre mundohem që t'ju bëj ndere dhe favore. Pasqyra, si e komentoni këtë? Pasqyra është një reflektim që paraqet do të thotë gjendjen e personit, do të thotë pamjen se si duket, por pasqyra ka edhe kuptimin e njeriut që ti mendon që është ai njeri me cilin je duke komunikuar, në fakt është pasqyra e tij se në esencë fshehet një diçka tjetër, është një karakter tjetër e tjerë, po që duhet kohë për ta zbuluar më pas. A keni mbetur ndonjëherë pa para? Për shkak të organizimit që kemi pas për shembull në familje, këto krizat të tilla nuk kemi pasur fatmirësisht do të thotë deri në këtë moment, sepse edhe nëse kemi mbetur, kemi mbarë hua tek anëtarët e tjerë të familjes dhe jemi gjendur do të thotë për faza kalimtare. Çka nuk është e njëjtë për ju? Nuk është e njëjtë ajo që është ndryshe. Ajo që është aty ku ka diversitet, nuk është e njëjtë. Gjithçka që është ndryshe do të thotë që dallon nga të tjerat nuk është e njëjtë. Cila këngë për ju është himn? Himn për mua do të thotë që më ka bërë përshtypje dhe e cila edhe në çdo moment kur e dëgjoj kështu sikur të ngjall emocione është kjo kënga Kuqezi, Elvana Gjata, do të thotë që ishte do të thotë sikur po gjejm veten të gjithë shqiptarët sikur po bashkohemi në këtë këngë dhe për mua kjo është një himn. Okej. Dhe si përfund, më mirë beqar apo i martuar? Të kishte qenë më mirë beqar, do vendosesha të mbetesha beqar. Vetë fakti si jam martuar, do të thotë kam menduar që është më mirë i martuar. Më mirë. Po tani që shoh në këtë moment është më mirë i martuar. Më mirë i martuar. Seriozisht, profesor? Seriozisht e kam. Apo nga frika e thonë? Jo, seriozisht e them. Okej, seriozisht e them. Okej, faleminderit shumë profesor. Besoj se nuk kam menduar në siklet me këto. Jo, ishin. Ishte një kënaqësi të jeni këtu. Shpresoj që do shihemi më shpesh dhe shumë suksese në vazhdim. Faleminderit edhe për juve. Besoj që të kemi kontribuar sadopak në informimin edhe të njerëzve në këto raportet brenda familjes. Po, shpresoj. Faleminderit.